Ngjarja e televizionit 21 për kopën e deleve të ngordhura të Bariut Kamberi Meri nga Haraqina është bërë pikë e agjendës së partisë opozitare Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë. Antari i Këshillit Ekzekutiv të kësaj partie Ljupshu Nikolovski sot kërkoi që të dilet në ndihmë banorëve të Haraqinës që sipas tij janë ekspozuar në rrezik serioz nga mundësia e infektimit me bakterie të dëmshme që mund të paraqiten nga kafshët e ngordhura në Moçal. 3 недели после поплавите 3 javë pas vërshimeve, qeveria dhe qyteti i Shkupit ngelin të shurdhur për gjendje në Haraqin. Mediumet njoftuan se ky Moçal me pjesë të kafshëve të ngordhura duhet patjetër të pastrohet. Ekipi jon disa herë ka qenë në afërsi të stallës së përmbytur dhe mbetjet e kafshëve të ngordhura 3 javë rresht në ndjellin e gushtit tani më janë dekompozuar, të rrethuara nga insekte dhe ku është paraqitur erë kundërmuese. Nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari informuan se nuk kanë makineri adekuate për pastrimin e këtij Moçali. Ky vend nuk është i kalueshëm për çdo lloj pajisje të mekanizuar. Dëshiroj të them që banorët e këtij rajoni të mos frikësohen nga përhapja e sëmundjeve ngjitse, sepse me këtë vend qytetarët nuk mund të kenë asnjë kontakt nga se është ndërruar në liçen. Do të presim që uji të tërhiqet dhe më pas do t'i ndërmarrim masat e nevojshme. Veterinerët që i kontaktuam thanë se situata është krejtësisht serioze, mirë po nuk deshën të deklarohen publikisht. Jo kompetent u deklaruan edhe ekspertët hidrobiologjik nga Fakulteti Matematiko-Natyror, nga të cilët kërkuam mendim profesional për këtë rrezik potencial. Asnjë institucion deri më tani nuk ka kryer analiza bakteriologjike të ujit të ndotur me kafshë të ngordhura, tek i cili mund të arrihet shumë lehtë.